Miqtë Prizmës, një nga ngjarjet më të mëdha sot në botë, po sidomos në Evropë, është fitoria e atij që quhet grupim opozitar, por që është një djath europianiste, e drejtuar nga Peter Magyar, i cili deri para 2 vjetësh ishte një person që në dhomën e tij mbante posterin e Viktor Orban. Janë të dy njerëz të partisë Fides, që prej kohësh kanë zotruar pushtetin në Hungari, një pushtet i mbizotruar nga Viktor Orban, një patriot sigurisht i vendit vet, po një anti-europianist. Patriotizmi i tij ishte në një farë mënyrë një egzagerim drejt Rusisë, dhe normalisht edhe në konsciencën time, një patriot nuk mund të jetë kaq patriot kur në të vërtetë është kaq i lidhur dhe i shërben kaq shumë në një farë mënyrë Putinit edhe Rusisë. Kur ndërkohë je pjesë e Bashkimit Evropian, sado burokratik i molepsur në korrupsion qoftë ai. Në këtë pikë, as që kam qenë ndonjëherë me Viktor Orban, pavarësisht se e ka pasur shumë mirë me Edi Ramën, edhe me Shqipërinë, nuk e ka penguar në asnjë lloj drejtimi. Dhe për këtë duhet falenderuar. Absolutisht duhet falenderuar. Nuk dyshoj që ai e do Hungarinë, do vendin e tij, por nuk mund të jetë një dashuri kështu e kushtëzuar me një respekt të jashtëzakonshëm ndaj Rusisë, e cila në të vërtetë jo vetëm që nuk është një vend demokratik, po është një vend i cili sulmon, vret, pushton, pavarësisht se kush është Ukraina sot e kush është Zelenski sot. Në shumë element mund të ketë të drejtë Viktor Orban, por nuk ka të drejtë një diçka. Të shkatrojnë atë element politik, geostrategjik që jeton në Evropë, me gjithë të mirat dhe të këqijat e saj. Në këtë pikë, pikërisht krau i djathit i tij, i quhet Peter Magyar, arriti që brenda 2 viteve të krijojë forcën opozitare më të madhe, po me një koncept europianist. Tash po futem në politikën. Normalisht në Hungari kësaj radhe kanë ndërhyrë në mënyrë të paturshme, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropë. Nëse do kishte ndodhur keni kjo punë, nuk do kishin lënë gjë pa thënë. Dhe për këtë unë i neveris. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan nën presidentin, direkt në zgjedhje dhe ndërhyri në mënyrë brutale. Evropa e gjitha ka ndërhyrë në kundërshtim pikërisht të Orbanit dhe në favor të Peter Magyar në mënyrë brutale edhe ajo. Pra, Hungaria u bën një eksperiment i ndërhyrjeve brutale në demokraci. Sepse sigurisht ajo po luante një rol që ishte midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Nuk duhet të them kurrë që Orban i ka shitur interesat e Hungarisë te Rusia. Këtë nuk do ta them kurrë, sepse ai është një patriot, e tregoi që është patriot. U largua për shneti kundërshtarin politik. Mund të thotë që shikoj janë bërë parregullsi, por nuk u ankua dhe nuk tha që nuk i njoh këto zgjedhje. Sikundër, tash po futem temë, bën njeriu i cili ka ngrënë nga zgjedhjet një nga shpullat më të mëdha të mundshme, surratit të tij të fyshkur edhe surrat prej komunisti folk bolshevik që në 1968 që është Sali Berisha. Surratit të tij të pështirë të një njeriu i cili ka marrë zvarr demokracinë në Shqipëri. Dhe që sigurisht është leva numër 1, faktori numër 1 që vazhdon Edi Rama sot në pushtet. Asnjëri prej tyre nuk tha dy fjalë. Berisha nuk e përmendi faktin e zgjedhjeve të Hungarisë për 2 element që e dërmojnë ata, e shkatrojnë. E para, thoshte që sigurisht me Orbanin edhe me Putinin edhe me Vučićin edhe me Ramën nuk fitohet. Po kjo s'ishte e vërtet. Fitohet edhe kundra Orbanit. Se ai ngatron veten që është
Një folk bolshevik me Orbani, i cili është një patriot. Dhe populli kur të mbështet, bile mbështet një nga partia e Orbanit, të cilin Sali Berisha nuk e lejon kur të dalë. E shkatron që në gjenezë, sepse e ka pronë partin. Orbani tregoi që nuk e bën dot pronë Hungarinë, as nuk bën dot pronë partinë. Partia i ikën dhe kalon në anën tjetër dhe i bëhet opozitë për ta hedhur nerë. Hungarezët kanë dalë në turma të mëdha për të votuar. Ka ndodhur ajo që ka ndodhur këne në 2013, kur erdhi Edi Rama në pushtet. Dolën turma të mëdha kurse Sali Berishës nuk i del as kërkush, sepse e din çfarë mostre është. E din se është një korruptur dhe vrasës. Është një korruptuar dhe vrasës. Në Hungari e din për Orbani që është një korruptuar dhe që sigurisht ka probleme qeverisja e tij, por nuk është vrasës. Nuk e përmend për këtë fakt, por nuk e përmend edhe për faktin tjetër, shumë të rëndësishëm, që sigurisht Orban nuk i kundërshtoi zgjedhjet. Mund të thosh ka paragullësira, po e morin telefon dhe pranoi humbjen. Gjë që nuk ka ndodhur kur me Sali Berishën, kur me një folk bolshevik, me një njeri të pështirë të demokracisë, njeri që gjithmonë do t'i nxirrte bishta dhe për ta përdorur në mënyrë të të pa përsëritur në një vend tjetër të botës, përveç se në Shqipëri, mos njohjen asnjëherë të zgjedhjeve kur humb personi. Dhe që ky është Sali Berisha. Sigurisht që fitoria e Maxhar është e rëndësishme, por nuk ka fituar një i majt. Monstruozitetet e Evropës me ultramajtis, globaliste dhe ignorant, që kanë çmobilizuar në mënyrë tragjike Evropën, po luftojnë kulturën me anë të prurjeve të emigracionit, po luftojnë çdo gjë, po sidomos kulturën, kulturalizmin evropian, duke shkatruar marrëdhëniet, duke degeneruar në një farë mënyrë të gjithë trashëgiminë historike, politike, religionare të Evropës me anë të turmave pushtuese, sidomos nga Afrika dhe nga Orienti, të cilët as që kanë idenë dhe as që duan dhe s'kan asnjë lloj respekti për Evropën. Thjesht duan ta shfrytëzojnë atë, të përdhunojnë, të vjedhin. Kjo lloj e majtë tash kujton se në Hungari ka fituar e majta aty. E majta është vetëm me 2%. Kaq është e majta në Hungari. Kjo është një djathtë që është pro-evropianiste, por nuk mund të jetë kurrë një djathtë e cila i thot shkatrimit të Hungarisë, hajdeni, sulmojeni, hajdeni nga 20 vjeç deri në 30 vjeç afrikan dhe shkatroni Hungarinë. Këtë nuk do lejoj kurrë. Kjo lloj e majte, ultramajtiste, LGBTQ-iste dhe gejiste, kjo e majte e asaj Salis dhe idiotës asaj albanezes, idiotës tjetër Shlajnit në Itali, bje fjala, s'ka për të ekzistuar kurrë në Hungari, kurrën e kurrës. Po, folk bolshevizmi i Sali Berishës dhe arsye e dytë e tij, një shpullë e surratit, ose e kanë përgjigjëstruar këtu në Shqipëri. E kanë përgjigjëstruar në mënyrë tragjike që thotë nuk fitohet me Edi Ramën, fitohet edhe me Edi Ramën, kurse si Edi Rama nuk mund të jetë më i fortë se sa ishte Orbani në Hungari. Edi Rama është në ndryshim nga Orbani, megjithëse e ka pasur mik, vërtet gjithë ditën Evropa. Orban nuk mund ta duronte dot burokracinë e Brukselit. Si duronte dot. Sigurisht që edhe Soros i ka bërë punën e vet, por kjo nuk do me thënë që e djathtë aty e sorosiane. Rama e ka pasur mirë me Orban, po ishin të ndarë në mënyrë të qartë për Evropën. Dhe ky është problemi tjetër. Në një farë mënyrë edhe Edi Rama si ka dhënë me kuptu që shiko, në mandatin e 4 tipo e tepron me Shqipërinë. Po e tepron sepse sigurisht tash nuk ka kush e ndreq më. Edi Ramës nuk ka kush i thot më shikore ke gabim, se ta merr për ters, të bën armike dhe ai. Mbase nuk të bën si Sali Berisha. Po sigurisht ka gjitha mekanizmat të hedhin diku në periferi aty, mos jesh i rëndësishëm fare, mos pyetesh hiç, të marrë të katapultoj njerëz e para që sigurisht kanë asnjë interes për shoqërinë, po vetëm për vete, e dyta i merr nga folk politika
dhe i katapulton dhe pastaj ato bëjnë si bari dhish në parlament, nollë të në Shkodër, futen në polemika për idiotesh në çështjet e gjuhës, se merret me imagjino me çfarë merret, me çfarë mund të merret një deputet i tillë, kur katapultohet pas një lloji merite. Bëhet e rëndësishëm sepse hap polemika për idiote, çfarë thosh tash? Këto janë veprimet e Edi Ramës. Po sigurisht që e ka tepruar. Nuk mund ta kundërshtosh dot, sepse s'ke asnjë shans ta kundërshtosh, sepse ka përpara një humbës, serial humbës edhe kriminal popullit vet që e ka emrin Sali Berisha. Prandaj Hungaria ju ka dhënë në një farë mënyrë një lloj shpulle të mirë të dy palëve, po sidomos Sali Berishës. I ka treguar që ti je pengesa. Nuk të vinë ty njerëzit, nuk të mblidhen ty njerëzit. Kurse ati që del për të bërë alternativë, ati sigurisht i dale. Ishte e pabesueshme ta mundësh Orbanin, me gjithat fuqi që kishte, po ja që e mundur. Edhe aty quheshin mafia, aty është krimi, aty ishte policia që vepronin edhe nuk të lejonin, po demokracia bëri punën e vet. E hodhin erë Orban. Ndikoi Evropa, ndikoi Amerika, ndikuan gjitha, po populli bëri punën e vet. Sali Berisha nuk ngjohet tash, nuk shkruan një fjalë, se e din që është ai fajtori kryesor. Është ai që ka kthyer Partinë Demokratike dhe majmunatin e tij, të gjithë ato që i shkojnë mbrapa tash e kanë kuptuar këtë gjë, se nuk i ka të ndershëm, thjesht i ka përfitues. Të gjithë ata që bëjnë emër, nënte, që i zëvendëson ai, i ndron ai, i katapulton ai, i bën deputet ai, i cakton ai, janë fajtor po si ai. Po mbajnë Shqipërinë peng në alternativën politike. Po i bëjnë një shërbim të jashtëzakonshëm Edi Ramës këtu. Nuk dua të krahasoj kurrë Edi Ramën me Viktor Orban. Ai ishte një anti-europeist. Ai shante me çat kishte këta burokratët e Brukselit, për cilët s'kam asnjë lloj respekti ason. Po ishte sigurisht i afruar me Putinin, dhe kjo nuk ishte një punë e mirë. Nuk mund të jesh një person i tillë. Një ekuilibër të tillë nuk do të digjesh, vjen dita. Edi Rama nuk është i tillë. Ai e di shumë mirë se kush është vendi. Është di shumë mirë dhe mundohet kot Sali Berisha, njohin Sali Berishën në Evropë. Nëse njohin Edi Ramën, sigurisht njohin shumë mirë Sali Berishën. E din që s'ka mbetur një ambasador i Evropës dhe ambasadori i shteteve të Evropës këtu, pa i thënë një shërbim të Edi Ramës. E din që është nën grata për amerikanëve dhe britanikëve, e din që është një kriminal, e din që është një bashkëpunëtor me terrorist në fillimet e viteve 90, e din që ka vrarë në bulevard, e din që ka hedhur në erë fshatra, e din që është i akuzuar për korrupsion masiv, e din që ka bërë çka ka dashur ai me qeverinë dhe ka shkatruar Shqipërinë, e din që është provokatori edhe ai që ka krijuar edhe pastaj ka shkatruar shtetin 1997. I din gjitha për Sali Berishën. Absolutisht. Është më i keq se të gjithë që ata nuk mund të krahasohet kurrë me Orbanin. Orbani është një patriot. Ky është një gangster i vendit vet. S'ka asnjë fije patriotizmi në trupin e tij, në gjakun e tij të nëpërkës. Gjithsesi Hungaria i dha një shpull të rinjve. Atij surratit fishkur, të shtrembruar dhe të shëmtuar që ka. Të shëmtuar dhe nga keqdashësia e tij, nga njeriu i keq është. Ai është Çeredin Beli. Ja tregon surrati se çfarë natyre njerëzore është. Urime sigurisht Hungarisë. Urime për leksionet që u ka dhënë këtyre në Shqipëri, për leksionet që i ka dhënë Sali Berishës, opozitës tuk e ne, dhe një farë mënyrë paralajmërimit që i bën Edi Ramës. Hungaria është një vend i mrekullueshëm. Janë njerëz të mrekullueshëm, janë patriotë të vendit vet, e duan vendin e tyre. Këtu ke ne, gjëja kryesore që është se dashuria për vendin ekziston vetëm në pralla filozofi të tilla. Pastaj kanë amor propria, dashurinë për veten. Hypin në një lartësi dhe pastaj i duken tjerët poshtë aty miza. Në këtë pikë, sigurisht që urimet janë për Hungarinë, e cila gjithmonë, ashtu edhe në vitin 1956, kur u futën trupat ruse sovjetike për ta shkelur dhe rezistoi, i tregoi botës në atë kohë që unë rezistoj,
ashtu them edhe tani, nuk do t'jetë kurrë influencë me Moskës ose Sankt Petersburgut. Me gjithë respektin që kam për ato vende, kanë interesat e tyre dhe mbrojnë dignitetin, identitetin e tyre. Por Hungaria është pjesë e Evropës, është Evropë qendrore. Është pjesë e Evropës edhe e mirë e keqe duhet qëndroj pjesë e Evropës. Një kritika mund t'i bëhen Evropës, por është pjesë ku ne dhe gjithë Evropa bashkë me ne dhe gjithë ne bashkë duhet ndreqim, por nuk mund ta mohojmë kështu, nuk mund ta hedhim në kosht plera. Nuk mund të jemi as me Trumpin që e shan gjithë ditën. Sigurisht e dim që janë shtete dhe janë njerëz të cilët po përdridhen edhe nuk janë zotë marrin një vendim. Vonohen mendimet e tyre politike dhe strategjike, po ashtu dhe ushtarake. Po gjithsesi mbetet Evropa jonë. Urime për Peter Maxhar, urime për të djathën hungareze, një nga të djathat më të mëdha dhe më të mira në Evropë, urimet për demokracinë në Hungarisë.